Dikush vjen thjesht veç me të kundërshtue që mos përhapet fjala jote tek njerëzit, siç bëjnë sot kush? Shumë media islamofobe në tokat shqiptare. Veç kundërshtojnë, jo për ndonjë qëllim, po veç hoxhallarët i etiketojnë, u japin ngjyrosje, u japin etiketime, fabrikime, pse? Sepse dënë që fjala e tyre mos përhapet tek populli jonë. Vjen tjerët politikantë, ofrojnë marrëveshje, kompromise, bashkëpunime. Pse? Se ti je parimor idealist, edhe je duke ofruar një model i cili e pengon politikën e tyre pragmatike në thojza, po ma e narë se kjo oportuniste. Se pragmatizmi është veprimi në bazë interesit. Që kjo në vende edhe pranohet, ama jo me shit parimin për interesin. Po çdo interes kolektiv i arthyeshëm në prizmën e parimit lejohet me qenë shtytës për proceset përpara. Oportunizmi çka është? Është kur ti kejtishet me parime, me interes kolektiv për interesin tanë momental, personal. Edhe ata, pasi që janë pragmatista edhe oportunista politikantë e sodit, edhe ti ofron modelin e njeriut idealist, vaprish pazarin, vaprish planin, vaprish strategjin. Se ti nuk lejon me pas votues që e shesin votën e vetë veç për një punësim personal të tyre. Nuk lejon me pas votues i cili e jep votën e vetë edhe klanit e vetë veç për një përfitim të nderi për vetë edhe klanin e ti. Ti nuk e shet, ti edukon besimtar që mos me shit votën e vetë për një punësim apo avansim pozite më të lartë. Edhe ai aprish pazarin politikanëve. Se ti edukon besimtarin që m'ia dhon për krahjen e vet, që themi na gjuhën sot, votën e vet, atij që e meriton. E nëse s'ka të atill që meritojnë, i jep atij që është më pak i damshëm për vendin tanë. E ky lloj njeriu i ngritur me këto parime është problem për partitë politike. Se s'mundet mi bo dele me i qeth kur do në vetë. E kundërshtojnë, rezistojnë. E normalisht ata, kur e shojnë një hoxh i cili e ka një iniciativë tillë, me prodhu njerëz të këtillë idealista, i shkojnë atij, i afrohen atij dhe i ofrojnë kompromise. Hajde bese, na kina me të dhonë xhamin më të madhe, na kina me të dhonë bashkinë islame, na kina me dhonë titull, na kina me dhonë mbrojtje, na kina me dhonë pare, na kina me dhonë liri, qarkullimi, lëvizje, veç ti pak, mos e nalë, ti vazhdo, ama pak ma but, pak ma indirekt për i gjanave, se shumë qartë, shumë dukshëm, shumë drejt për drejt për i bije. Kjo është situata, ofertë. Normalisht besimtari duhet me qenë hoxha dhe vetëgjiu, thirrësi, refuzues në këtyre ofertave dhe me qenë besnik vetëm ndaj Zotit Dhul Xhelal, pastaj edhe ndaj besimtarëve që e kanë pranuar këtë thirrje edhe janë gatshëm me ecë në këtë rrugë dhe me ballafaqu me të gjitha peripecitë dhe vështirësitë që u dalin në këtë rrugë. Kjo është edhe këtë mesazh e jep Inna Rabbi Qaribun Mujib, me të vërtetë Zoti jam është afër dhe i përgjigjet lutjet mia. Do thotë, unë senali këtë punë, pa më parasysh kush kundërshton, kush ka ofron senali këtë punë. Dhe e treta, që është porosia që nxjerr nga kjo ajet, është bëni çka të bëni, kurdisni çka të kurdisni. Çfarë do kurthe që bëni, çfarë do të plani për sabotim, e shantazhim, e kundërshtim që bëni, siç mua atos nuk më shqetësojnë se e kam me vete Zotin tem, ai është afër meje edhe i përgjigjet kërkesave të mia.